Tani do t'ju tregoj për kodin e fshehtë Sumer. Dëgjojeni pak. Studim i kryer nga një zotëri që përpara se të vdiste në moshën 92 vjeçare, ai la një deklarat vërtet të çuditshme, një deklarat që po çmend studiuesit ende sot. Ndiqeni me kujdes, dhe si gjithmonë kush është këtu rastësisht dhe nuk e ka brenda bëjnë live faqes dhe videos që të shihemi sërish dhe faleminderit për mbështetjen. Zotëria në fjalë studioi të gjitha pllakat sumeriane. Ishte ai që studioi më shumë pllakat, nuk është Zakaria Sitchin. Zakaria Sitchin është ai që u bë i famshëm. Por më i rëndësishmi është ky zotëria që do t'ju them tani. Një njeri që flitet shumë pak, por deklarata e tij ka lënë studiuesit vërtet gojë hapur. Ai quhej Samuel Kramer. Samuel Noah Kramer. Samuel në moshën 92 vjeç la intervistën e fundit dhe ai tha publikisht. Dëgjojeni me kujdes. Çfarë kanë lënë sumerët janë kode. Dhe këto kode ne aktualisht po i përpilojmë, ose më mirë po jetojmë brenda një kodi. Çdo të thotë kjo, ja tani, dëgjojeni, me kujdes. Po ja u them. Atëre, duhet të dini që nga populli sumerian, ose Shumer, ose më mirë, të themi gjën më të rëndësishme. E dini se çfarë do të thotë Shumer? Rojtarët e tokës, rojtarët e planetit tokë. T'ja u përsëris edhe njerë, Shumer ose Shumeru do të thotë ata që ruajnë, si thuhet, gardianët e planetit, ose ata që ruajnë planetin. Por kujdes, sepse që të gjithë këta thoshin që kishin një zot, një që u jepte urdhra. Kush ishte ky zoti? Dhe të gjithë e dim që ka një zot, pa diskutim. Por këta kishin një zot të tyre, dhe kush ishte zoti i tyre? Ky është problemi kryesor. Tani, unë nuk dua të përqendrohem tek zoti, por dua të përqendrohem tek kodi Sumer. Në ata që nuk e din, ne ende sot përdorim shkrimet sumere, përdorim fizikën, kuantike, përdorim matematikën, përdorim mjekësinë, çdo gjë u formua nga sumerët. Madje në numrat që ata, sepse numrat më të rëndësishëm të sumerëve që ne i zbuluam më vonë, ishin 3, 1, 3, 7, 13, 60, dhe kështu që 60 ishte numri më i madh. 60 i përkiste prisit të tyre, ose mbretjet të tyre. Pse ashtu si që përkthenin këta, sumerët, populli sumer, por ata shkruanin eksaktësisht atë që kishin shkruar vite më përpara. Çdo të thotë kjo. Duhet të dini që në popullin, në vendin sumer, kishin mbretëruar, mbretër që kanë tejkaluar edhe 28.000 vite. Është e vërtet kjo, nuk është se e them unë. Ata e dinin shumë, një sekondë, edhe ndoshta se dikush nga ju do qesh tani. Ata e njihnin shumë mirë matematikën, ishin ata që themeluan matematikën, ishin ata që na mësuan matematikën dhe ne qeshim me vitet e tyre. Më thoni pak, nëse ne jemi më të zgjuar, pse nuk lindi një tjetër matematik nga ne? Të shpiknim një matematik tjetër, numra të tjerë, pse nuk e bëm? Pikërisht pra atë që ata shpikën, ne e përdorim sot. Kështu që kjo më bën të mendoj që ata e njihnin mirë matematikën, sepse ishin ata që na dhanë, na falën matematikën. Atëherë pse duhet të them unë që ata gabojnë në numra? Ata nuk kanë gabuar absolutisht, sepse 28.000 vjet, për shembull, ose 24.000 që jetoi një tjetër mbret, janë reale, dhe do t'i them pse përse. Duhet të dini që pas përmbytjes së madhe universale, në planetin tokë mund të mos jetonte më asnjë specie. Dhe tregohet që erdhën nga një botë tjetër disa tipa. Dhe këta erdhën pas përmbytjes së madhe universale për të rregulluar gjërat dhe për të rimbëkëmbur njeriu, dhe për të rimbëkëmbur çdo gjë, sepse njeriu nuk ishte si ai që njohim sot. Ishte shumë më mediokër, ishte banal. Dhe duke mos patur shkencat avancuara, sepse duhet të dini që dia është ajo që na ka bërë që ne të zhvillohemi sot, informacioni dhe dia. Kështu që ata çfarë bën? Erdhën në planet dhe filluan që ta rimëkëmbnin nga e para. Por kujdes, kush është kodi Sumer? Kodi Sumer nuk është gjë tjetër veç se të gjitha ato mësime që ata bën, që atëherë duke filluar që nga matematika, fizika, gjeometria etj, por edhe nga dashuria për diçka tjetër, pra për krijimin, ose më mirë për Zotin, pra për besimet okulte. Të gjitha këto nuk kanë bërë gjë tjetër, veç se i kanë përsëritur në të gjitha librat e tyre. Në fakt,
Këtë pretendojnë edhe disa studiues të mirëfillt që nuk besojnë në alien apo në forma të tjera jete dhe thonë që si është e mundur që ne ende sot i përmbajemi një kodi, si mund të quhet, që është i padukshëm, sepse është një kod që i përmbahet i gjithë njerëzimi. Kush janë kodet? Ne bazohemi në matematikë. Çdo gjë është matematikë. Dhe e kanë bërë sumerët. Dhe ata e kanë përcjell brez pas brezi, sepse thoshin, dhe do ju them, një sekond. Dhe e dyta është besimi në diçka. Pra besimi dhe matematika janë dy bazat kryesore. Dhe ata çfarë kanë bërë? E kanë përcjell në të gjitha në shkrime, në pllakat e tyre, e kanë përcjell brez pas brezi. Dhe janë të njëjtat fjalë, të njëjtat e njëjta formë. E dini se çfarë do të thotë ky është një kod. Kod që njeriu ambientohet me atë që ti i tregon, me atë që bën. Shiko, për shembull, në qoftë se unë do t'ju them, shkoni në Afrikë. Afrika, për shumë të vendet afrikane, të mësojnë vetëm se si të nxjerrësh ujin, se si të bësh punët e ditës etj etj. Por në Gjermani, për shembull, në Gjermani i mësojnë fëmijët se si të mësojnë si të jenë shkencëtar etj. E njëjta gjë edhe në një pjesë të Amerikës. Pra, në qoftë se këto dy realitete do të ishin të kundërta, si do të ishin fëmijët? Fëmijët që ishin gjerman, që nëse fëmijët gjermanë që do të rriteshin në Afrikë, do të ishin afrikanë nga mënyra e jetesës. Pra, sepse mendja e njeriut ambientohet, atë çka sheh bën. Pra, e njëjta gjë edhe kjo e shkrimeve. Kodi nuk është gjë tjetër veç se mësime të përpiluara dhe të ndërtuara në një formë që ata e mbajnë nën kontroll mendjen. Tani lind pyetja, okej, këta gardianët ose guardianët që quhen kështu, ku janë tani? Sepse dikush nga do thotë ku janë? Po sikur të jenë këtu. Të vazhdojnë të jenë këtu, ne nuk do të kuptojmë kurrë. Si të mund ta kuptosh ti nëse dikush është më i inteligjent se ty? Mund të ketë formën tënde, sepse siç e kemi thënë, dhe kështu Zoti e krijoi njeriu sipas shëmbëllirës që ti shëmbëllente. Pra, nëse ai është kushdo qoftë, një që jeton mira vjet dhe gjendet këtu, ne si do ta kuptojmë? Ku do ta kuptosh? Ti s'mund ta kuptosh sepse ti nuk mund t'i thuash atij pritë të shikojë un pak sa ADN-je ke, sepse në ADN kuptohet nëse është më i zhvilluar ose jo. Po ti nuk mundesh kurrë. Absolutisht jo. Kjo është pika 1. Tjetra, ne vazhdojmë me kodet sumere të atërshme. Pra, kodet vazhdojnë ende sot në të gjitha fushat e jetës. Dhe kjo është frika e shumë njerëzve ku thonë që ata janë ende këtu dhe jetojnë mes nesh. Dhe nuk kuptojnë që kush janë, sepse ti nuk mund t'i kuptosh kurrë. Bëhet fjalë për inteligjent, njerëz, shkencëtar, studiues që i njohin këto të vërteta, unë nuk shpik asgjë, unë vetëm po ja u përcjell. Pra, ata e kanë kuptuar, këta njerëz kanë kuptuar që ka diçka pas këtyre doktrinave dhe askush nuk e di se kush është pas këtyre doktrinave. Po ti shikoni, të gjitha lëvizjet që po bëhen tani, duke sikur ka një dorë të madhe atje jashtë që i lëviz dhe bën si i doj qefi. Dhe ne nuk jemi të aftë as kush nga ne, qoftë një politikan, qoftë një njeri thjesht, qoftë edhe kush të doni ju. Edhe vetë Donald Trump nuk mundet, sepse i diktojnë disa gjëra që duhet të bëjnë në këtë formë, për shumë arsye. Kështu që po sikur të ketë një forcë atje jashtë, një grup, që jetojnë këtu dhe nuk janë njerëzor, por janë të formave të tjera që vazhdojnë të kontrollojnë njeriu. E përsëris edhe një herë. 3500 vite më parë u vendos çdo gjë, sepse 6000 vite më parë u bën ligjet e para të sumerëve, 33 ligjet që ishin ato që bën zhvillimin e njeriut. Nga aty u bën ligjet e para që njeriu nuk duhet bëj kështu, njeriu nuk duhet bëj ligjet e para, që do të thotë që u civilizuan. Pra civilizimi i parë u bë nga sumerët 6000, 4000, 5500 vite më parë. Më vonë, në vitet 3500, me një fjalë, para 3500 viteve, u bën, me fjalë, u themeluan të gjithë matematika, shkencat eksakte, shkencat në përgjithësi, matematika, fizika, mjekësia, pikërisht në ato vite. Dhe e përsëris edhe një herë, që në atë kohë, që kanë disa emra këta zotat që erdhen atëherë që mbollën, sepse i keni të shkruara këtu, thash nuk shpika asgjë, që të gjitha këto që po i them i keni të shkruara, nuk është se shpika unë. Pra, tregohet që në atë kohë, pra në vite 3500, 3400 e ca, u mboll dia dhe u mboll edhe mjekësia. Dhe ne
nuk bëm gjë tjetër veç se i përcollëm këto, pra nuk lindi asgjë, ne vazhdojmë me këto kode, pra me këto dituri të atëhershme, vazhdojmë ende sot, vazhdojmë që ti përdorim pa shpikur asgjë. Çfarë shpikëm ne? Ne nuk shpikëm gjë. Sepse nëse do flasim për teorinë e stringat të universive atë të botëve, e thoshte edhe Platoni vite më parë. Dhe Platoni thoshte se e dinte nga një inteligjencë tjetër që nuk ishte njerëzore, e thoshte. E keni në shkrimet e tij. Dhe këtë nuk e thoshin vetëm ata, ju keni edhe Pitagorën. Pitagora tregohet që nuk ishte njerëzor, nuk ishte i njeri. Ishte ai që shpiku disa teknika vërtet shumë të çuditshme. Madje thuhet që Pitagora u zhduk. Nuk është se Pitagora vdiq. Thuhet se u zhduk. Ku është varri i tij? Askush nuk e di. Ku është varri? Nuk e di. Pra, për të gjitha këto, ka disa që afrojnë dhe duan të dëgjojnë se çfarë gjuhë po flas. Pra, për të gjitha këto, pretendohet se ato kodet që ne vazhdojmë ende sot janë kodet sumere që janë të aplikuara ende sot në jetën tonë të përditshme dhe ne pa i kuptuar vazhdojmë që t'i zbatojmë. Megjithatë, ju çfarë mendimi keni? Duket pak kompleks, por nëse dëgjoni edhe një herë videon me shumë kujdes, do kuptoni që ka shumë të vërteta brenda. Pres komentet tuaja, ju përqafoj, ditë mbarë.